Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Mjaftesa Sulaj, u takua me banorët e Risilis. Ky komunitet ka lënë gjurmë të thella në mendjen dhe zemrën time, tha Sulaj, dhe është vendi ku politika duhet ta bëjë më të mirën e saj. Këta njerëz meritojnë vëmendje dhe nxitje për punësim nëpërmjet programeve të posaçme nga shteti. Kandidatja Sulaj ndau idetë e saj për zhvillimin e zonës, ndërsa dëgjoi po ashtu edhe problematikat e ngritura nga vetë banorët. Këta banor janë plot shpresë dhe besim për të ardhmen dhe ata meritojnë vëmendje në mënyrë që të ardhmen ta ndërtojnë në vendin tonë. Me përkushtim për vendin dhe besimin tek roli i të rinjve, ata janë të bindur se ndryshimi është i mundur. Më 11 maj, ata zgjedhin Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, shprehet kandidatja për deputete Mjaftesa Sulaj. Kandidatja si një vajzë e re dhe me formim arsimor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka hedhur idetë e saj për përmirësimin e jetesës së banorëve në fshat. Sulaj falenderoi banorët për mirëpritjen e tyre, ndërsa i ftoi të votojnë Partinë Socialiste, numrin 5, si dhe emrin e saj në listën e fletës së votimit.